apo jo ka kopën. Po e kum thonë edhe Mitrovicën dhe gabimet e minja janë në krejt Kosovën, merrni shikoni videon e Promshit, janë veç dy. Është Obiliqi edhe është Mitrovica. S'ka ndohë ma shumë ndryshim, dy. Amo, okej, veç unë e kum thonë edhe tjetër zoti kryesir. Unë e para thonë, nëse Lëvizja vetëvendose e fiton Prishtinën, Prizrenin, Mitrovicën, do më anë kjo sinjal o mesazh që qytetari i Kosovës për përgatitet me udhëtu gjatë me Albin Kurtin. Nëse i humb të trijat, Albini on ramje. Nëse i humb një, do më anë nëse i fiton me një, është keq. Nëse i fiton dy, është mirë. Nëse i fiton tri, është shkelqyshu. Qështu ka qenë. A i bjen që jo shkelqyshëm të? Jo, tash i bjen që është keq. Me një komunë të madhe dhe të fitu më keq. Tri ka fitu. Me dy Për arsye të qure, Eugen Çakolli, ka qenë në garë dhe në Prizren. Më fal, Eugen Çakolli i KDI zoti kryesir sa e dha një sen interesant. Unë zoti Kroku. Cilin po duhet ju thonë. Me numër banorëve absolutisht udhëheq bin shumë komuna që kanë më shumë ti banor është LDK-ja. 550.000 njerëz. E dyta PDK 490.000, e treta OVV 420.000. Mësus jam Aman fal, po nuk mundesh kolegë, a nje kamenicën që, a koni herë? Mësusja, din kur ta Nuk mundesh, 5 kamenicë nuk mund më krahasu me Prishtinë, o kolegë. Ishte nxozat me burë. 5 kamenicë nuk mund me bo, 5 Obiliqa s'bojnë Prishtinë, o kolegë. Prit se kjo është pak e pa drejt. Ti mund t'i thua që është e parazyshme Suareka. Kjo nuk vlen. Jo, Qëse diskutojnë për qeverisje lokale dhe për pushtet lokal, vetëvendosja ka fituar, sepse i ka Po jo fituar i ka 7 komuna. Qa ka fitu vetëvendosja u bazu me LDK me PDK? Qëse doj me bo krahasimin për nivel qendror, Ti mund me onë nuk ka fitu, dar. Vetëvendosja është rrit, po s'ka fitu. po tash vizje që unë fitore. Qëse nga 4 komuna ka dalë në 7 komuna, po flasëm për Prit se jam interesuar. Ka rritje, po fitore Jo nuk rritja, e gati shtim 100%. Halili thotë